Kampionati republikan në ligën e parë të futbollit vendor vazhdon nesër me ndeshjet e fundit të rrethit të dytë, ku në fakt përcaktohet rënditja përfundimtare para rrethit të tretë dhe të fundit të sezonit 2024-2025. Kryendeshja e javës së 22 padyshim është përballja mes kampionit në fuqi Struga Trimlum dhe liderit aktual ekipit Shkëndija e Tetovës. Kjo përballje ka rëndësi të posaçme për të dyja ekipet, pasi Struga Trimlum në pjesën pranverore nga 3 takimet ka 3 humbje, ndërsa Shkëndija ka 3 fitore të njëpasnjëshme, prandaj pritet një lojë pa kompromis nga të dyja palët. Mendoj që do të jetë një ndeshje derbi, ku të dyja skuadrat e kanë dëshmuar veten e tyre. Vim nga disa rezultate pozitive dhe mendoj që gjithë së bashku me ekipin kemi analizuar kundërshtarin ton dhe se përfundimi është të japim maksimumin ton, të luftojmë deri në fund dhe në fund do të tregoj rezultate, fush. Në stadiumin e qytetit në Gostivar, besa e Dobërdollit është një koqire e Sileksit të Kratovës. Vendasit pas pikës së fituar kundër Vardarit në Shkup janë maksimalisht të motivuar për suksesin e parë sezonal, prandaj për të gjithë tifozët hyrja është të falas. Në ndeshjet e tjera që do të zhvillohen nesër, Akademia Brera në Strumic përballet me Gostivarin, Pelisteri në Manastir është një koqire e Voska Sportit, Tikveshi në Kavadar takohet me Shkupin, ndërsa derbi i kryeqytetit Rabotnicki Vardari do të zhvillohet në stadiumin e FFM-s. Të gjitha ndeshjet e Xhiros së 22 zhvillohen të mërkurën me fillim në ora 14.